me mallku të vdekurin, më lut kundër tina, nëse ai veç ka qenë i tillë, i rënohet më varr. Nëse ka qenë besimtar i mirë, dhe ne lutemi për te, Allahu ja musht varrin me nure me dritë, e azgjeroft, i shkojnë. Me bo me nem të vdekurin, me mallku të vdekurin, më lut kundër tina, nëse ai veç ka qenë i tillë, i rënohet më varr. I rënohet më varr. Sikurse kundërta, nëse ka qenë besimtar i mirë, dhe ne lutemi për te, na bjen mend për te, qoftë familjes tonë, nan, bab, vlla, motër, qoftë tjetër dikon çka veç e kemi njoh, por s'na ka lidhje gjaku fare fisi, lutemi për te. Thojmë atje ku është Allahu, ja lehtësoft jetën varreza. Allahu ja musht varrin me nure me dritë, e azgjeroft, i shkojnë. Po edhe lutjet kundra tina nemt i shkojnë dhe shtohet dënimi. Nëse lutem për dikon i cili na ka bo zullum, ka qenë burr i keq, grua e keqe, kriminal, zullumçare, dhe thojnë Allahu ja musht varrin zjarr. Pejgamberi lut, Allahumma mli quburahum nara. Ka thënë o Allah, mushja varret zjarr. Në luftën e Hendekut, për angazhimeve të mëdha me dëshman, me armiq, ju ka ik namazi, i qindis. Pejgamberi ka thënë, në nxirrën telashe, në preokupuan me telashe, e na ikë namazi, Allahu u amusht varret zjarr. Zjarr. Po? Për ata robi, la ilaha illallah, robi mirë, do të me lanë fjalë të mira, e vepra të mira, e kujtime të mira. Në mënyrë që njerëzit le të kujtojnë për së miri, e le të lutën njerëzit për së miri. Sepse me bo me lanë kujtimet këqija, e veprat këqija, e fjalët këqija, dhe më lutë njerëzit kundër teje, me të përkujtu për skeq dhe më lutë, dihet që të shtohet dënimin varr. Po s'ka të bëj ke me jeshna, ka të bëj me dënim apo me shpërblim. Jeta në varreza është hak. Jeta në varreza është hak. është e vërtet. Varri është bashkë që kapsht prej kopshtëve të gjennetit, pra robi knaqet aty, musliman, ose është grop i gropat e gjehnemit, pra vuan, jo muslimani, dënohet, torturohet, Allahu na ruajt.